pas me konë mu taku se realisht kanë shpresu që po ndryshon rezultati me këto votat e diasporës, mos për morin edhe naj 2-3 deputet ma shumë që me minoritetet me formu qeverin me 61 vota. Po tash është e qartë që vetëvendosja ka fitu mandat me bo një kryetar kuvendit, por jo dhe një kryeministër, sepse nuk i ka votat, i ka 48 vota, dhe nëse i merë gjitha minoritetet jo serbe, nuk i mjaftojnë, i duhet një koalicion. Tash, a do të mund të bëj me Fatmir Limajn, si që përfol, apo me ndonjë parti tjetër opozitore, nuk e di, nuk është e qartë. Në anën tjetër, as opozita si duket, as këta si janë shumë të gatshëm për shkak se nuk e kanë zgjidhur çështjen e presidentit, i cili na vjen pas një viti dhe na duan 80 vota në Kuvend Kosovës. Shumica po dojnë me pas zgjedhje mas një viti. Tash është e paqartë, thuhet se vetëvendosja tash e ka të angazhuar Glau Konjufcën me bisedu me partitë politike për koalicione, për shkak se Albin Kurti deklaratat mas natën e zgjedhjeve i ka pas të mërshme, i ka qujtë hajvan opozitën, edhe ka vështirë me arrit një kompromis me ta. Tash po mundohet me Glaukun, me krye parlamentare, nëse do të arri me bindë një subjekt politik që me bo marrëveshje koalicioni. Me gjithë na i nësan, kushtë. Do të këtë debati është me pozita, nuk është me disa temat të rëndësishme, që na kena me u përballë, që jashme. Nuk është ideja ti kush po bëhet kryeministër, kush po bëhet ministër. Është problemi me një kërkesë që kemi me dialog ka politika e jashme. A kena me bo asociacionin, as kena me bo. Cila parti, cili kryeministër që e merë pozitën, është në gjendje me quqat asociacionin kushtetuese dhe më dhejt shtutje, se pa që atona nuk mundë me vazhdu kërkon dialog. Cila qeveri, nëse këta marrin opozita dhe po dhe kanë me ndryshu një farë politike tyne, qësh ka me qenë që ajo politika ndryshume, ka shi BE-s edhe ka shi Amerikës. A kena me liju që atë në veri me u rikëthy që shpo është kërkesa e Serbis, me u rikëthy policët edhe ata të dorheq rrit në pozitat e tyne. A ka dikush ka partija opozitin e një që të po, kena me bo që të sen. Dhe me thonë, na kreti jena një si debati, kush ka mu bo kryeministër, kush ka mu bo president, masave, a kena mu prish, as kena mu prish. Për ma tepër, në ndërko... Okej, për ma tepër, nëse PDK-ja, që është partia 2 në shtet, apo? I ka artikulu qëndrimet publikisht në përmjet borcit të net listës. Ata kanë qef me thonë kandidat për kryeministër, apo? Po, nëse ata kanë qef me thonë kryeministër, që të fushat e s'kretja vojnë.